Një ngjarje trëndërize ka ndodhur në fshatin Sheqisht në Patos të Fierit. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Fier arrestuar në flagrant shtetasin Zamir Meta, 36 vjeç, i cili dyshohet se ka kryer marrëdhënie me vajzën e tij 12 vjeçare. Detajet tronditse janë bërë publike nga ngjarja në Rend, ku babai 36 vjeçar ka abuzuar me vajzën e tij të mitur vetëm 12 vjeç. Sipas burimeve policore bëjnë me dije se denoncimin e policisë është bërë nga vetë e mitura, pasi janë shoqëruar në komisariat pas njoftimit të fqinjeve. 12 vjeçarja në pranit të psikologës ka pohuar se është përdhunuar nga babai i saj. Ndërkohë ajo ka thënë gjithashtu se ka ndodhur një vit më parë kur familja ndodhet në Gjermani, por ka pranuar gjithashtu se ka qenë abuzim sistematik që në moshën 5 vjeçare. Ndërkohë babai i saj 36 vjeçar, Zamir Meta, ka pranuar se ka abuzuar me vajzën e tij, por ka ndodhur vetëm një herë. Aktualisht e mitura ndodhet në Tiranë në qendrën rehabilituese Lilium.